Kino Hyrje Hana u mbush me atmosferë festive gjatë koncertit të muzikës dhe baletit, ku arti muzikor dhe baleti u ndërthurën në një program të pasur artistik, realizuar në bashkëpunim me Shkollën e Artit dhe Muzikës Intune. Udhëheqësi i kësaj shkolle Dalvin Mamusha tregoi se puna ka qenë intensive dhe kanë besim tek nxënësit. Besoj që ka qenë një punë goxha intensive e gjithë profesorëve të shkollës, edhe besoj që ka më dalë një produkt i mirë si tanë si kështu. Edhe po i shoh që fëmijët dita ditës veç po rriten hala më shumë, edhe po i shoh progresin e tyre që mban më shumë mirë. Ndërkohë, violinisti Olti Gjoshi, pjesëmarrës në këtë koncert, theksoi se aktivitetet të tilla janë të rëndësishme për ruajtjen dhe zhvillimin e traditave kulturore në vend. Këto koncerte mohen për promovimin e nxënësve dhe për rritjen e kulturës artit. Unë sot kam luajtur në instrumentin e violinës, ku kam një pikë. Jam me profesor Dalvinin në shkollën Intune. Kam qenë një koncert shumë i bukur, ku të gjithë nxënësit e shkollës kena me performu ka një pikë ose dy. Publiku i pranishëm shijoi çdo moment të koncertit, duke kthyer mbrëmjen në një përvojë festive dhe të paharrueshme për të gjithë ardashësit.